Kur hyre si drejtor në ansambël, çfarë gjete, çfarë doje të ndryshoje dhe çfarë doje mos të ruaje? Në fakt, gjeta vetëm letra. Letra fillestare, do me thanë statutin, edhe aktin e themelimit, edhe këto vendet që duhet të realizohen në konkurs, dhe ajo i vjen se fillova përsëri nga zero, sepse institucionin e bëjnë njerëzit dhe artistët. Desha të bëj një institucion me të cilën do të krenoheshin të gjithë shqiptarët. Punën e parë e realizova konkursin, pjesa më e rëndësishme dhe më e rëndë për themelimin e një institucioni. Dhe jam krenar të thonë këtë, sepse sigurisht nuk është vetëm merite ime, kanë shumë edhe të tjerë njerëz që kanë ndihmuar. Por të realizosh një konkurs dhe të pranesh 40 veta, është shumë rëndë në shtetin tonë. Për një vend pune të hapet konkurs në çfarë do lloj institucioni, këtu ngritet në kam gjysa e qytetit ose gjysa e shtetit, sepse çashtu është çdo kush, intervencat këtu faktikisht të mëdha, si çdo kundi në Ballkan. Ndjem krenar sepse e realizova konkursin dhe i ftova të gjitha mediumet vinë ta ndjekin dhe ta incizojnë. U bë konkursi i hapur, askush nuk e priti, dhe aty kam bërë juri nga emrat më eminent të institucioneve kulturore të Tiranës, ansamblit shtetit dhe të Prishtinës, do me thanë, fakultetit dhe të Shotës, ansamblit shtetëror të Shotës. Dhe 99% jam i bindur se u pranuan më të mirët. Dhe kjo më bën krenar ta them çdo kundi, sepse bazën themelore dhe atë bazamentin dhe shtyllat kryesore të ansamblit i kam vendosur dhe miqtë e mi të cilët ishin funksiononin bashkarisht. Ajo është elementi kryesor. Mandej kushdo që vjen, si zhvillohet institucioni, është përgjegjësia e drejtorëve që janë aty. Ansamble si ky formojnë fëmijë duke i mësuar se kush janë. Drejtimi i ti për ty ka qenë, le të themi, detyrë, nder apo dashuri? Të gjitha mund të kombinohen nga pak. Unë nga natyra jam shumë entuziast, edhe njeri që ëndroj për të bë gjërat mira. Unë i ëndroj këto gjërat, edhe them aptas. Dhe lere se është detyrim, edhe dashuri, e kemi edhe një obligim moral, qytetar, shqiptar, të kontribuojmë që kultura jonë të institucionalizohet. Mjaft ma është dhënë kontribut në shoqatat kulturor-artistike, ato shqyqyrë që janë dhe do të vazhdojmë të japim ne të gjithë. Mirë po, gjeneratat e reja të cilët shkollohen duhet të kenë një të ardhur, duhet të kenë një vend pune edhe duhet të kenë një jetë më të sigurt për të vazhduar me karrierën e tyre, për të ndërtuar karrierën e tyre. Edhe unë, edhe shumë veta nga gjenerata ime, po edhe shokët të mi, kemi ende këtë ideal. Jemi në gjysmë të rrugës, nuk janë sos punët ende si duhet. Normal edhe ansambli këngëve dhe valleve duhet edhe më shumë të zhvillohet, të gjithë duhet japim kontribut, se nuk kemi të kërku këtu arsye ose njeri që nuk mund e bën. Njëjtë edhe më shumë për ansamblin muzikor i cili tani u formuan në Tetov, duhet edhe më shumë të ngritet zëri, sepse ajo do të jetë ajo qershia përmbitorte për artin dhe kulturën shqiptare në përgjithësi jo vetëm Tetov, por edhe Republikën e Maqedonisë Veriut. Ai do të jetë arti elitar, i cili tani momentalisht